Azgan Haklaj ka nisur fushatën si kandidat i koalicionit Euroatlantik për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në fjalën e tij ai ftoi qytetarët që të votojnë për të në mënyrë që ai të jetë pjesë e parlamentit të ri, duke theksuar se këto zgjedhje janë një sfidë për vendin, i cili është marrë peng sipas tij nga dy partitë kryesore, duke referuar Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, për të cilat tha se janë banda. Ndaj ne, me votën tonë, do t'i sfidojmë ata. Ne u arzhum ligjin. Ata pojnë ligjin zëdor, por ne u aprishëm ligjin, sepse u arzhum një pjesë ligjin. U arzhum listat e mbyllura, ku janë strehuar simit, edhe deputatët e Sali Berishës, edhe të Tiranës. Po të ishin burra e zonjës forta tilin në i dam, e të këtojnë votën e Sovranës. Po janë shehur aty, ne të kjuzojmë ata. Do në kam bini absolute, se nga dita ditë, po zgjohet vetdia kombëtare. Pse? Një regjita si Mama Tonë Zakoçajubi thoshte Shqipërinë e mori turku. Unë pja të tërstoj pak fjalën, e po i them Shqipërinë e mori vulgu. I mu zjarë shqiptar, mos rri po duku shqiptar. Unë dëshiroj nga kjo foltore të thrasë gjithë shqiptarët, me votën e tyre, të ndalën një moment. Për kë do të votoj? Për trend apo për tjetër? Për koalicionin Euroatlantik, i cili është partner i Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, Mbretërisë së Bashkuar, apo i Trekangjit Bermudës. Unë kisha një bazë me miqtimi 313 vjeta do të hynin të sallë, gjë jashta, sepse 7-7, thot Luci Pasha, me 313 vjeta. Dhe ne të bëjthemi për atë 313. Miqtë të mi, gjithë se cili nga ju keni në diasporë njërës. Ata e kanë manipuluar votën e diasporës. Pra ndaj sot është mision historik i diasporës. Ashtu si që diaspora kreu misionin historik për çlirimin e Kosovës, sot diaspora ka një mision të shajt, të sakrifikoj me datën 11 dhe 12 e të vijet votojnë në Shqipëri. E të qëndrojnë shesh gjeshat në mërët vota një. Ne po nekim në mendje skenari tyre. E do t'i blokojnë. Pra, misioni është i diasporës. Sepse do të filloj shumë shpejt votimin në diasporë me zarf. Patronazhistët do shohin a duhet hapet kjo zarf apo s'duhet hapet. E nëse nuk e ka shenjen, ata e quajnë të pavlefshme. Pra, binomi Berisha-Rama kontrollon votën e diasporës. Edhe i herë, diaspora ka mision historik të vijë dhe të votojë në Shqipëri. Haklaj tha se Partia Socialiste dhe Partia Demokratike po përpiqen të manipulojnë votën e diasporës. Kandidati Haklaj nisi fushatën elektorale në Tiranë duke ftuar qytetarët për mbështetje. Ai konsideroi zgjedhjet e 11 majit një sfidë për vendin dhe lëshoi akuza të forta ndaj Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike.